një shkarkimit tuaj me 24 korrik? Nuk ka shansë rilindja të shkarkoj Ilir Metën. Absolutisht, jeni të sigurt ju. Kështu që janë shqiptarë që do të shkarkojnë rilindjen, sepse rilindja nuk bën dot shtet. Ti bësh thirrje policëve. Nuk ka ndodhur kjo. As Berisha i parë, i dyti jo. I tretë jam i bindur as ka ndërmend ta bëj këtë gjë. Po asnjëherë nuk ka ndodhur kjo gjë. Nuk ka ndodhur kjo gjë. Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë të fundi shtetit. Ti bësh thirrje policave, hiqni kapelet, e shkoni mblidhni vota për rilindjen, është fundi shtetit. Është thirrje gjithashtu për kriminalët që të bashkëpunojnë me policët për të bërë presion mbi votuesit, siç edhe po ndodh. Do ta takonin lesh zotin Prenga? Nuk e di për kë keni fjalën, unë po shkoj të takoj kryetarin e LSI-s së një fshati i cili është dhunuar barbarisht atje dhe ka mesazhet e mia dhe do shkoj te cili do që do dhunohet, kudo në gjithë Shqipërinë, do jem pranë atij, dhimbjeve të tij, familjes së tij dhe jo vetëm çdo rast i tillë do mbahet shënim, jo vetëm do mbaj përgjegjësi ligjore ata që bëjnë këto veprime dhe ata që nuk bëjnë detyrën për t'i ndëshkuar, por do ta kemi dhe personale me çdo bandit, me çdo horr, me çdo vagabond në këtë vend. Në 26 qershor ndahet policia e shtetit nga policia e krimit dhe drogës dhe policia politike, që bën thirrje për të hequr kapelet e për të mbledh vota për rilindjen, një akt skandaloz, i tupshëm, kriminal, antishtet dhe ikosisht edhe me gjithë kriminalët e banditët që janë lëshuar në njëjën e këtyre lloj policësh për të bërë presion qytetarëve. Faleminderit.